Sot në ambientet e gjimnazit Gjon Buzuku në Prizren, u mbajt vlerësimi në përfundim të shkallës së 5 për nxënësit e klasave të 11. Procesi i vlerësimit u realizua në 2 turne. Turni i parë filloi në orën 10 dhe përfundoi në orën 11:30, ndërsa turni i dytë filloi nga ora 12 dhe përfundoi në orën 13:30. Lidhur me këtë, drejtoresha e gjimnazit Gyla J. Shipkovica me këtë rast na informoi se këtij vlerësimi të brendshëm i u nënshtruan 305 nxënës në gjuhën shqipe, 70 nga komuniteti turk dhe 23 nga komuniteti bosnjak. Pra gjithsej 398 nxënës i u nënshtruan këtij vlerësimi të brendshëm. Drejtoresha na shpjegoi gjithashtu se nxënësit në gjuhën shqipe si lëndë obligative i kanë gjuhën shqipe, matematikë dhe gjuhë angleze. Në gjimnazin Gjon Buzuku, pra po realizohet vlerësimi i shkallës së 5 të kurrikules me nxënësit e viteve të 11. Ne kemi gjithsej 398 nxënës, duke përfshirë këtu edhe paralele të ndarë në gjonaj dhe të romajes. Shqiptarët, komuniteti shqiptar 305 nxënës, 23 të komunitetit bosnjak, ku këta kanë me pas edhe nga lëndët shoqërore, dhe 70 nxënës të komunitetit turk. Ky vlerësim zhvillohet me klasat e 11, ashtu siç ju thash më herët, duke u bazuar në rezultatet e nxënit në kompetenca, fusha kurrikulare dhe lëndë mësimore të përcaktuar për shkallën e 5. Duke u bazuar në planin ton dinamik të shkollës, dhe duke ditur që kur e kemi këtë proces, diku rreth 1 muaj mësimdhënësit janë ndarë në grupe, ku secili hartuesi i testeve, pastaj hartuesi i, kontrollimi i testeve dhe normalisht fiksimi i rezultateve tyne. Në bashkëpunim me gjithë ekipin, sot jemi të përgatitur komplet me të gjithë nxënësit të kemi këtë vlerësimin e shkallës së 5. Kurse lëndët zgjedhore i kanë lëndët psikologji, fizikë dhe kimi, derisa nga komuniteti turk dhe bosnjak pos lëndëve obligative, si lëndët zgjedhore i kanë dhe psikologjin, historin dhe biologjin. Derisa u tha mirënjohje e veçantë shkon për profesorët Lamir Shkurti dhe Sapit Hoxha për përpilimin dhe hartimin e testeve, po kështu edhe për koordinatorin e cilësisë së gjimnazit Vedat Shala, për organizimin dhe përgjithësinë në mirëmbajtjen e të gjithë këtij procesi e padyshim se në këtë drejtim kontribut i çmuar është edhe i drejtoreshës së gjimnazit Gyla J. Shipkovica për mbështetjen dhe realizimin e këtij vlerësimi që ka rëndësi të veçantë për nxënësit. Ky vlerësim kryesisht është në përputhje të udhëzimit administrativ 06/2022, vlerësim që përkufizon procesin, një formë vlerësimit të brendshëm të gjithë nxënësve të organizuar në shkollën tonë, pra ta administruar nga kryesuesit e aktiveve dhe departamenteve profesionale. Në të komuniteti shqiptar, vlerësimi do të bëhet në gjuhë dhe letërsi shqipe, gjuhë angleze, në matematikë, kurse si lëndë zgjedhore kemi marrë biologjin, fizikën edhe kimin. Si vjetë kemi 3 lëndë. Po kështu edhe në komunitetin turk dhe bosnjak? Te komuniteti bosnjak dhe turk, përveç që kemi drejtimin shkencor, kemi edhe drejtimin e gjuhëve, ku këtu do të kemi edhe nga lënda e psikologjisë, të drejtimin shoqëror, kemi edhe nga lënda e historisë. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.